Mirë dita të mirë dhe mi, ju uroj një javë sa më të mbarë, ju uroj të gjithëve këtu që jeni, më të mirën. Po bëj një video për javën, gjithashtu dhe në fakt, mendova që të bëj një lexim, por do ta ndaj me minuta, do me thënë, se këtu nuk është koha, do me thënë që të bësh një lexim të përgjithshëm siç mund ta bëjmë në YouTube, por do jetë një lexim, në çdo lexim që unë do bëj do jetë me 5 letra. Dhe ky lexim do vazhdoj 15 letra. Dhe është një lexim i përgjithshëm. Okej, mund të jetë një lexim për çfarë ndodh këtë javë, okej, për çfarë ndodh këtë javë, por unë kam gjetur një titull sepse më kanë kërkuar dhe shumë vajza në privat, në Nataro, a do kemi një njohje të re? Dhe cili do jetë ai potenciali aty mashkullit që unë do kem në jetën time. Dhe unë këtë vendosa këtë titull, do me thënë, të shohim se çfarë ka ky mashkull dhe cili është potenciali i tij. Unë këtu kam hedhur 5 letra. Kemi The Muse, kemi The Divine, është letra e angjëllit për të marrë forcën. Kemi The Moon, kemi për të pastruar rrugën, dhe angjëllin Rafael që po na jep dritë dhe energji pozitive. Po vazhdoj po i citoj këto letra ose po i interpretoj këto letra. Letra e parë na tregon që jemi në një moment që duam diçka të bukur në jetën tonë, një njohje të re dhe një energji të thellë kreative për të frymëzuar, sepse universi këtë tregon, frymëzim. Dhe me sa shohim, shikojmë që ky mund të jetë një individ që ka aftësi dhe do ndikojë dhe do inspirojë jetën tënde. Por ky person sjell dhe ide të reja në jetën tënde dhe do të ndihmojë shumë në botën tënde që të sjell disa ndryshime, por gjithashtu edhe një dritë të pozitive në jetën tënde. Letra e dytë na tregon që je në një simbol, ke nevojë për të shëruar, nga e shkuara. Kjo letër të tregon që ke një natyrë të dhëmsur këtë moment dhe është ndihmë për ty, sepse shumë persona të kanë lënduar, jo vetëm fizikisht, por dhe emocionalisht, por mund të ketë një potencial të madh në jetën tënde ky person që mund të vi. Është koha që ti të udhëhiqesh nga ana shpirtërore, duke pasur një sferë shërimi dhe të ndihmosh veten tënde deri në një farë momenti sa të thuash që po unë jam e shëruar këtë moment. Ky simbol më tregon, hëna e re do më tregon që je duke bërë një rritje të zhvillimit tënd, je një individ kur në fazën e rritjes tënde ku tregon një personalitet, ku mundësitë e reja po vijnë, potencialin tënd të plot, por është ky mashkull që do të sjellë ty një udhëtim për të kuptuar veten ku je ti aktualisht, në një kuptim shumë të mirë dhe për të arritur qëllimet më të mëdha në jetën tënde. Me sa shikoj ky person është duke punuar ose do punoj me ty për të bërë ty të ndihesh mirë nga e shkuara. Prandaj të thash në letra e parë, të thash që është një person me dritë, me ide të reja, do të sjellë në botën tënde ndryshime të mëdha dhe ti atë je duke kërkuar ndryshimet e mëdha në jetën tënde. Por çfarë të bën hëna e re? Të bën që ti tani të pastrosh jetën tënde, rrugën tënde, të pastrosh rrugën për të pasur, sepse ke akoma pengesa ose bllokime me veten tënde, për të pasur mundësi të reja të njohjeve të reja. Dhe me sa shoh me shumica nga ju, sepse unë kam thënë dhe e kam cituar që parashikimi është i përgjithshëm, nuk është personal ky parashikim, ky person kërkon që ti të mos kesh më bllokime, që kur të vi ky person, ti të jesh e pasur nga bllokimet dhe nga mendimet e së shkuarës, nga personi që ke pasur në jetën tënde. Ky individ mund të jetë edhe ai person që po kalon vështirësi. Nuk është se i vetëm ti, por ka aftësi për të zhbllokuar ose për të udhëhequr ty drejt së ardhmes. Shikoj që ky e ka të hapur rrugën për momentin, por unë shikoj tek ty a do kesh mundësi të mira për të arritur në destinacionin që ti kërkon, dhe me sa shoh këtë ka ardhur dhe angjëlli Rafael, që më tregon, kjo është një kartë e lidhur me shërimin, me ndihmën e ëngjëve që po të ndihmojnë ëngjit dhe është një ëngjëll shumë i fortë. Dhe ky mashkull më tregon që është një individ shumë me energji pozitive për të mbrojtur ty dhe është duke të sjellë qetësi dhe shërim.
Me sa shoh dhe në përparashikimet gjatë ditës, që unë bëj gjithmonë, shikoj që shumica juaj nuk jeni gati për lidhje dhe për njohje të reja. Pse po e them këtë gjë? Sepse nuk duaj që ju të bini përsëri viktimë e dhimbjeve. Sepse njohjet e reja duhet të na gjejnë të shëruar, duhet të na gjejnë të plotësuar duke dashuruar veten tonë, duhet të kemi një qetësi brenda vetes dhe duhet të shikojmë me qetësi jetën tonë në tërësi. Ai person mund të sjellë lidhje të veçantë tek ty sepse është një shërim në energjinë shpirtërore që është Angjëlli Rafael këtu, por me sa shikoj ky mashkull mund të ketë shumë potencial të rritur dhe për të ndihmuar ty dhe për të bërë një zhvillim të jetës tënde. Por ai mund të jetë një individ që është në një rrugë të pastrimit dhe të shërimit. Është i aftë për të sjellë ndryshime pozitive në jetën tuaj, por jo vetëm në jetën e tij, por edhe në jetën tënde. Me sa shikoj ka 8 më këmbë dhe ai ka mbyllur çdo gjë me të shkuarën, prandaj të them që ai është i pastruar, është i shëruar, është i aftë të bëjë një lidhje të re dhe shikoj që energjia e tij mund të sjellë një fuqi shëruese në jetën tënde, sepse ka angjëllin dhe shikoni ka një energji shumë të fortë nga Angjëlli Rafael. Dhe është një energji e fuqishme në jetën tënde që mund të jetë shëruese. Siç e thash dhe pak më parë, në letra e Muzës është një letër që unë adhuroj. Letra e Muzës më tregon një femër me potencial, një femër që ka aftësi, një femër që është frymëzuese, ose edhe një mashkull, sorry ju meshkujt, ose edhe një mashkull, sepse këtu është parashikimi i përgjithshëm si për femra dhe për meshkuj. Dhe unë shikoj që në jetën tuaj do futet një person që është individ që ka aftësitë, që ka inspirimin, që ka dritën brenda vetes dhe është një person që do të ndihmojë ty për të ecur përpara. Dhe çfarë do ishte kjo gjë? Vazhdojmë me videon më pas.